Tani Bibla është e mbushur plot me pasazhe në fakt që na kujtojnë që ne jemi në këtë mision. Edhe 1 Pjetri për shembull thotë që njerëzit e Perëndis janë ata të zgjedhurit, një priftëri mbretërore, një komb i shenjtë që është thirrur në mision. Pra, nëse je besimtar, Perëndia të ka zgjedhur. Je pjesë e kësaj loje, je pjesë e këtij misioni bashkë me Perëndin. Je i zgjedhur për këtë. Edhe ka shumë pasazhe në fakt të ndryshme, por sot doja të fokusohesha me ju tek një pasazh që për mua është shumë domethënës, edhe është nga 10 vjetër, tek Zanafillët 12, vargjet 1 deri në 4. Ndoshta janë këtu tek në ekran, por unë po i lexoj. Thot, por Zoti i tha Abramit, largohu nga vendi yt, nga të afërmit të tu dhe nga shtëpia babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të bekoj dhe do ta bëj emrin tënd të madh dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ato që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Atëherë Abrami u nis siç i kishte thënë Zoti dhe Loti shkoi me të. Abrami ishte 75 vjeç kur u nis nga Harani. Tani, ky parimi i parë në fakt i njerëzve që janë mision, janë ato njerëz në fakt që kur njerëzit që kanë pa Perëndin, që e shohin se kush është Perëndia, kur arrin ta kuptojnë fakt se kush është Perëndia në të vërtetë, transformohen në njerëz në mision. Kjo është parimi i parë në fakt. Nëse ti ke parë Perëndinë, ke kuptuar se kush është Perëndia në të vërtetë në fakt, ka diçka që ndodh më një herë brenda teje, ti je transformuar pa pritmas në një person mision. Këtë i ndodhi Abrahamit. Shikoj ta shikojmë Abrahamin. Abrahami sapo e kishte takuar Perëndin. Edhe pothuajse më një herë Perëndia i thotë Abraham, nisu. Akoma se kishte mbledh veten nga ajo eksperiencë me Perëndin fakt, edhe ishte 75 vjeç, edhe direkt në këtë takim fakt kur ai shikon Perëndin edhe përjeton Perëndin se kush është ai në të vërtetë, Perëndia i thotë nisu. Edhe Abrahami nuk e diskuton. Mbledh rraqet e tija, merr gruan, nipin, bakti edhe nisen për një vend që as nuk e dinin se ku po shkonin. Pse? Sepse ai kishte pa kush është Perëndia në të vërtetë. E nuk mund të rrinte në fakt pa u bin. Abrahami, e di që shumica për ju në fakt ndoshta thoni, okay, Abrahami është Abrahami. Edhe është e vërtetë, Abrahami është Abrahami, por ka plot historitë të tilla. Për shembull, një tjetër është Mojsiu. Mojsiu besonte tek Perëndia, i lutej atij. Por është ky momenti në fakt tek Eksodi 3, kjo shkurrja që digjet por nuk konsumohet. Edhe ky është përjetimi i tij me Perëndin. Edhe përjetimi i tij është kaq i gjallë për të në fakt. E çfarë ndodh? Zoti aty i thot, shko tek faraoni. Po thujse më një herë, shko tek faraoni. Mojsiu u kthy në mënyrë të shpejtë në një person në mision. Tani ka pasazhe tjera në fakt, por dëshat na loje që edhe tek Dhjata e Re, në fakt, edhe Dhjata e Re është e mbushur me historitë të tilla. Për mua, një ndër historitë më të bukura është historia e Pietrit. Pietri e njihte Jezusin, ishte dishepull i Jezusit. Por tek Luka 5, në fakt shohim që dishepujt kishin qenë gjatë gjithë natës duke zënë peshk, por nuk kishin zënë asnjë. Edhe ky pasazh është fantastik në fakt. Ai thot Jezusi hyp në varg, edhe i thot për hatrin tim thot, hajde shkojmë pak më thellë. Edhe doja që kësa rradhe ta hidhni rrjetën në krahun tjetër të vargës. Që në fakt për shumicën e peshkatarëve çfarë do të thotë kjo? Pse ta hedhim nga varga tjetër, nga ana tjetër, nga kjo anë. Por i bindën, shkojnë, e hedhin rrjetën, edhe Bibla thotë në fakt që u zu kaq shumë peshk sa që varga gati përfundosej. Edhe është ky moment në fakt që është shumë unik. Pietri e ka kuptuar në fakt që ai që është në varg është më shumë se sa një mësues. Është më shumë se sa një profet. Edhe është ky moment në fakt kur ai duket sikur ka pak nga lavdia e Perëndis tek Jezusi përmes kësaj ngjarje këtu. Nuk e di nëse ju e keni pa një film, është një film i viteve 80 që quhet Cocoon. Ka një që e ka pa, është i vjetër si film, vitit 85. Por historia është shumë e veçantë, fakt janë disa alien që është film fantashkencë. Janë disa alien që kanë ardhur në tokë dhe janë vesh me trup njerëzor, si pleq duken, fakt. Edhe ky aktori kryesor në fakt e kupton në një moment fakt që ky
personi, ky plaku, nuk është njeri, por është alien. Edhe i thot, më trego kush je. Edhe është ky moment fantastik që duke ne e kemi një copë klipit aty, por edhe nëse nuk e kemi, ky moment ky alieni ul pak këtë kapakun e syrit dhe del një rreze lavdijet edhe copës shumë e shkurtër. Pra ai ul këtë kapakun e del një rreze lavdijet në fakt aty sa që ai aktori kryesor rrëzohet i trembur nga ajo që kishte pa. Më pëlqen ky film në fakt, arsye pse e thash këtë është sepse më duket sikur Pietri ka pa diçka të ngjashme tek ajo varg atë ditë në fakt. Atë ditë përjetoi edhe pau se kush është Jezusi në të vërtetë. Edhe ra në gjunjë edhe i tha largohu prej meje, Zot, sepse jam një njeri mëkatar. E ndoshta kjo është hera e parë në fakt që Pietri e kupton se kush është Jezusi. Edhe ç'a ndodh në fakt? Jezusi menjëherë e transformon këtë në peshkatar njerëzish. Sepse është një njëjti parim. Është një njëjti parim. Çdo njeri në fakt që ka përjetuar edhe ka pa se kush është Perëndia, direkt transformohet në një person në besim. T'ju jep edhe një shembull të fundit fakt, ndoshta po e jep këtë shembullin për ato që janë online, sepse audienca online zakonisht ka më shumë pyetje. Por nga Isaia, është nga Isaia. Isaia ishte profet i Zotit që ai e njifte Perëndin. Edhe Isaia ka këtë vegim ku shikon Perëndin mallështor në këtë vegim. Edhe Perëndia i thot, është një grup njerëzish atje që nuk kanë dëgjuar për mua. Edhe du që dikush të shkojnë të ky popull, por ky popull është qaf fort, është kokë fort. Nuk do pranojnë, në fakt, do të tallin, por du që dikush të shkojnë atje. Edhe Isaia që është atje duke pa mallështinë e Perëndisë, në fakt thot, ja ku jam. Më dërgo mua. I njëjti parim. Gjithandej, gjatë gjithë kohës në Bibël, në fakt, njerëzit që kanë pa Perëndinë, ata që kanë kuptuar se kush është Perëndia, direkt transformohen në njerëz në mision. Edhe ajo që është e veçantë, fakt e njerëzve në mision, fakt ajo që ndodh si pjesë e këtij transformimit, zvoglohet mënyra se si ti e sheh veten edhe zmallohet mënyra se si ti e shikon të tjerët. Pra rritet perspektiva me pa nevojat e tjerëve, në fakt më shumë se sa nevojat tuaja. Pra kjo është ajo që ndodh në mënyrë të vazhdueshme, kur reduktohet fokusi vetëm tek vetja jote e ti fillon të shikon nevojat e tjerëve edhe je gati për të shërbyer. Pra kjo është ky lloj transformimit për cilin ne duke fol. Tani si lidhet kjo me ne sot? Kjo lidhet me ne në fakt sepse Jezusi tek Gjoni 17 është duke u lut, edhe tek lutja është shumë e veçantë. Fakt ai thot, ndërkohë që është duke u lut, Atit thot, ashtu siç më ke dërguar mua në botë, kështu po i dërgoj edhe ata në botë. Tani kush janë ata? Ata janë dishepujt, jemi ne. Njësoj si Ati ka dërguar Jezusin, Jezusi thot, po i dërgoj ata. Edhe një 5 vargje më sipër, ai thot në fakt që gëzimi i tyre të jetë i plot. Që gëzimi i tyre të jetë i plot në të. Tani askush nuk ka ndaj gëzim më të madh deri në momentin kur je duke i shërbyer diçka që është më e madhe se sa vetja jote. Diçka që është më e madhe se sa interesi yt. Diçka më të madhe se sa karriera jote. Diçka më të madhe se sa vetëm gjërat e tua. Pra, për këtë lloj gëzimit e ka fjalën e Jezusit. Kur ti del përtej kësaj, përjeton një gëzim që ti se përjeton ndryshe. Është një histori vërtet, në fakt që mua gjithmonë kur më kujtohet, them, kjo është arsyeja pse jemi në këtë fushë misionit. Është një histori në fakt e një inxhinieri që shkon misionar në Kinë. Edhe ky është një ndër inxhinierët më të mirë në fakt në industrinë e naftës. Kur një kompani kineze merr vesh që ky inxhinieri kishte lviz në Kinë, i shkojnë edhe i ofrojnë një rrogë tepër të majme me shumë zero. Edhe ky inxhinieri thotë, nuk e pranoj. Mas pak kohësh i dërgon një kërkesë tjetër duke ja dyfishuar rrogën. Edhe ky e refuzon më njëherë.
ky presidenti i kompanisë naftës, që është tepër i çuditshëm, fakt si ka mundësi që dikush mund ta refuzojë një ofertë kaq të madhe, niset merr aeroplanin edhe shkon vetë atakojnë. E i thotë, vlla, sa duhet me dhën ty për me pranu këtë punë. Edhe ky i thotë, nuk janë lekë thotë që po kërkoj. Nuk janë lekë që po kërkoj, thotë, por puna është shumë e vogël në krahasim me këtë që kam. Lloji i punës është shumë i vogël në krahasim me këtë që kam. Sepse kur je duke shërbyer mretit të universit, puna është shumë herë më e madhe në fakt se sa të rregullosh tubat e naftës në Kinë. Edhe ky kuptim fakt vjen vetëm kur ne e kuptojmë fakt se kujt po i shërbej. Kur përballesh me Perëndin, sa herë që ti përballesh me Perëndin, sa herë që ti e kupton se kush është Perëndia në të vërtetë, kjo të transformon në një njeri në mision. Edhe ti redukton fokusin tek vetja jote, edhe fillon e zballon fokusin tek nevojat e tjerëve. Ky është një parim biblik që e shikojmë në mënyrë të vazhdueshme. Unë doja në fakt thjesht ta hedhja një pyetje reflektuese për ju. Si një njeri në mision që ti je, ndërsa mendon për njerëzit që ke rreth rrotull, në fakt që ndoshta nuk e njohin Jezusin. Kush është personi i parë që ty të vjen në mendje që do doje të shkoje për ta beku? Siç ndodhi me Abrahamin, ai la gjithçka për të shkuar dhe për të beku tjerë. Po në rrethin tonë, në njerëzit që ti ke, kush është ai person? Kush është personi i parë që të vjen në mendje?